Shtëpia kishte hyrë në atë fazën ku të gjithë ishin pak të lodhur, pak të merakosur dhe shumë kureshtar për njëri tjetrin. Loja e pyetjeve kishte filluar si shaka, por me Alban në krye, shndërrohej gjithmonë në hetim publik. Ajo ul në mes të dhomës, me një buzëqeshje që paralajmëronte telashe. Mirë, tha ajo duke shtrirë këmbët para dhe duke parë rreth e rrotull. Tani do t'i bëjmë pyetjet një nga një. E kush nuk përgjigjet? Ka penalitete, banorët qeshen, por disa ndjen një therje nervoze. Alba kapi Labi me sy, qet, i përmbajtur, por ai që gjithmonë i shmangte pyetjet e ndjeshme. Labi, tha ajo, duke ngritur vetullën me stilin e saj tipik. A ke ndonjë pëlqim për ndonjë vajzë në shtëpi? Të gjithë u drejtuan për nga ai. Disa buzëqeshen me marifet, disa u shtiren sikur nuk u interesonte, por kureshtja u pasqyrua të sytë të gjithëve. Labi mori frym thellë, pastaj buzëqeshi me atë qetësinë e tij filozofike. Shiko, tha ai, duke kërkuar fjalët. Dy prej vajzave janë shumë të mira. Shumë, pastaj pauzë. Ajo pauza që rrit tensionin, po. Shtoi ai duke luajtur me kapakun e shishes. Njëra. Shkëlqen më shumë se tjetra. Alba e goditi menjëherë me fjalë, kush moj? Kush shkëlqen? Se këtu s'jemi për letërsi, jemi për emra, të gjithë qeshen, por Labi nuk u nxitua. Ai vazhdoi, e mira s'ka fund, tha me zë të qetë, por vajzat këtu janë të gjitha të mira. Secila ka diçka të bukur, diçka të veçantë. Njëra ka buzëqeshje që të mbetet në mendje, tjetra ka energji që të ngjit, një tjetër ka pastërti në shpirt. Janë të gjitha të mira në mënyrën e vet. Vajzat nisën të dridheshin mes kureshtjes dhe komplimenteve. Disa u skuqën, disa bën sikur nuk e dëgjuan, por askush nuk ishte indiferent. Alba s'do ta linte me aq, po mirë more djalë, na fole për filozofi. Dua të di kush është ajo që shkëlqen. Mos më sill me rreth e qarë. A je pëlqyer me dikë këtu apo jo? Labi qeshi me vete, i vetëdijshëm se nuk kishte rrugë shpëtimi. E po, tha ngadalë.